Mësojmë në këto momente për parashikimin e motit në vendin tonë, do të shkojmë njërë në një komunikim të drejt për drejt, si çdo të hënë, me Meteo Alp, sot do të jemi me sinoptikanin Akil Osmani. Akil, të përshëndes dhe të uroj një javë të mbarë. Përshëndetje, një javë të mbarë edhe ju. Si pritet jetë moti për gjatë kësaj jave? Kjo javë parashikohet që të paktën në pjesën më të madhe të territorit në këtë fillim javë të jetë mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, duke bërë që sot edhe nesër të kemi mbizotërim të intervaleve të gjata me diell, ku më të dukshme do të jenë në vijën bregdetare dhe në qytetet e zonës sure, ndërsa në zonat malore her pas here të ketë kalime të lehta të vranësirave. Duke filluar nga dita e mërkurë edhe në vijim, pritet që vranësirat të bëhen më prezente, duke bërë që të kemi altenime, kthjellime, shkalime vranësirash në të gjithë territorin, më të fokusuara ditën e mërkurë dhe ditën e njëjtë pritet të jenë në zonat malore, duke bërë që her pas here të krijojnë edhe mundësira për momente të pakta me rreshje të izoluara shiu. Ditën e premte, duke që sot kemi dhe ka sinjale të ketë rritje të lagështirës në ajër, do të bëjë që rreshjet të jenë disi më prezente në territorin tonë, por nuk do të jenë problematike. Për sa i përket temperaturave të ajrit, kemi rritje të tyre edhe në orët e para të mëngjesit, por po ashtu më ndjeshme në orët e mesditës, duke bërë që maksimumet ditën e sotme të regjistrojnë shumë pranë vlerave 25 gradë Celsius në jugperëndim të territorit shqiptar. Por po ashtu do të vijojë rritja e temperaturave të ajrit edhe në pjesën tjetër të javës, duke bërë që të paktën deri ditën e premte temperaturat e ajrit në orët e para të mëngjesit të ngjiten në 6 gradë Celsius në qytetet e zonave malore, ndërsa në urtësinë perëndimore do të luhate nga 9 dhe shumë pranë vlerave 15 gradë Celsius në vijën bregdetare. Për sa i përket orëve të mesditës, edhe aty do të kemi një rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që dita ditës të kemi rritje me 1 apo 1.5 gradë Celsius, duke bërë që maksimumet të regjistrohen ditën e premte shumë pranë vlerave 28 gradë Celsius. Parametri errës. Për sa i përket territorit shqiptar, për fat të mirë ka sinjale mos jetë problematike. Her pas here pjesa e dytë e javës do të bëjë që të kemi një me shpejtësi deri mesatare, por në hapësira detare pranë brigjeve do të jetë mjaft e lehtë dhe nuk do të jetë problematike. Po, qartë sa i përket pjesës së Shqipërisë, por si pritet të jetë moti në vendet e rajonit? Po edhe vendet e rajonit, Kosova, Republika e Maqedonisë së Veriut, Mali i Zi, pothuajse gjithë territori i Greqisë parashikohet që të paktën në këtë fillim javë të jenë mbizotërimin e intervaleve të gjata me diell, të paktën mbeten këto kushte atmosferike deri ditën e martë, dita e mërkurë edhe për vendet e rajonit, për Republikën e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, një pjesë të mirë të Malit të Zi, do të sjellë shpeshtim të vranësirave, duke bërë që të krijohen edhe mundësirat për momentet e pakta me pika shiu, si fillim do të jenë prezente në Malin e Zi, më pas në Kosovë dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Por jo vetëm dita e mërkurë, por po ashtu edhe dita e njëjtë, dita e premte do të vijojë të ketë vranësirat e shpeshta prezente, duke bërë që her pas here kryesisht gjatë orëve të pasdites të krijohen mundësira për momente të pakta me rreshje të karakterit lokal. Më të dukshme për Republikën e Kosovës dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, rreshjet pritet të jenë përgjatë kufijit me territorin shqiptar. Pjesa tjetër e Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, pra zonat kryesisht lindore, pritet të jenë me mod disi më të qëndrueshëm, si për Kosovën, por po ashtu edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Temperaturat e ajrit nga ana tjetër do të kenë një rritje të tyre si për Kosovën edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke bërë që maksimumet deri ditën e premte për Republikën e Kosovës të gjiten shumë pranë vlerave 25 gradë Celsius në qytetin e Gjakovës dhe të Prizrenit, ndërsa për Republikën e Maqedonisë së Veriut do të kemi maksimume shumë pranë vlerave 27 gradë Celsius, e regjistruar kjo në qytetin e Shkupit. Pra, do të kemi një javë e cila do të sjellë rritje temperaturave të ajrit për rajonin e Ballkanit, por pjesa e dytë e javës her pas here do të na krijojë mundësira për momente të pakta me rreshje të karakterit lokal. Qartë Akil, falenderoj për gjitha informacionet që përcolën në studio. Të nderuar teleshikues, ky ishte parashikimi i motit nga Meteo Alp.